Sot, 60 pranvera jetë të Zotit Përparim Laçi, një burr që i ka dhënë emrit të tij kuptimin e vërtet përparimit në familje, në punë dhe në jetë. Dhe jo vetëm kaq, sot shënojmë edhe 40 vjet dashuri dhe durim me përkushtim mes tij dhe zonjës Manushaqe. Faleminderit. Një grua që me ëmbëlsinë e saj ka mbajtur gjallë zemrat e kësaj familje. Kjo është një drek për të festuar jetën, dashurinë dhe kujtimet e çmuara që kanë ndërtuar së bashku. Ndaj ju ftoj të gjithëve të bashkohemi në këtë festë me zemër të hapur, me buzëqeshje, me duar trokitje për çiftin tonë të nderuar. Përparimin dhe Manushaqen, gëzuar ditëlindjen dhe përvjetorin e martesës. Sot në këtë drek na shoqërojnë artistat Fred Alimalli, Ilir Gjidodaj, Qez Guraj, Përdat Sheqeri. Ju uroj disponibil të këndshëm dhe si gjithmonë fjala është për Konakgjin, për të Zotin e shtëpisë që na ka prit, edhe ka deklinjen. Urdhëro për prit. Faleminderit. Jemi skenjar gjithë. Më vjen një natë i bollë që 60 vjet më keni shtëpi. Son më i mend vetë 40 vjet që jam martuar, s'po i mend më përpara. Pavarësisht se 60 vjet janë shumë, gjatë 60 viteve kam kalu shumë e shumë. Edhe gëzime, por kam kalu me shokë. Me shokë si ju, kalorën 1000 vjetë. Do ta mirë kuptojmë për emocionet, dhe se përparimi është pak emocional. Loti kam që jam plakë, nuk i kam lotëse. Por, ju uroj mirë se ardhën gjithëve, falenderoj shumë për jush, për gjithë se cilit që i lanë punën në një ditë jave. Sidomos ju që jeni në sektorin e turizmit që ju mirë kuptoj edhe e di se çfarë do të thotë kjo punë shumë e lozhme që ne bëjmë në tregun shqiptar. Por që ju falenderoj gjithëve. Gjithëve ato në shokët mi nga Puka, nga gjithë Shqipëria, Defrimin që sot kalon punën dhe studio televizive, bashkë me Agronin, e janë këtu, duke është, do më thënë, një gjallë vogël, është një gjallë shumë e madhe, sepse puna është prioriteti jonë, familja puna. Ju uroj gjithë mirat, ju e dini se te Përparim Laçi jeni në shtëpinë tuaj, keni një vëlla të vogël, jeni gjithë secili në ma pozitë se shoku para me. Unë shok kam pas fatin që i kam pas më të mirë se vetën gjithmonë. Dhe kënaqëria ime kanë qenë shokët, familja ime. Ju uroj gjithë mirat, gjithëve që keni ardhur. Faleminderit shumë për ju. Vetëm këtu te hani i papit, shpirti im e gjen qetësinë. Këtu është vendi i mrekullive, vendi i sportit, i stërvitjes, madhështore pista skive, poligoni i madh i qitjes. Hajde papi! Hajde një reklam! Hajde kame!
Pukiani, Tuna Burani Kaniga, Vermi Koder Kani, Mirsen Setem Papi, Sovrende Pukiani, Mirsen Setem Papi, Sovrende Pukiani. Shumë faleminderit. Përshëndetje gjithëve, i lumtur dhe krenar që sot jam pjesë e njerëzve më të zemrës, të mikut ton kampion, i cili ka pushtuar majat e botës dhe ka pushtuar dhe majat e miqve dhe shoqërisë, por dhe turizmit, dhe ky është Përparim Laçi, mjeshtri i madh. Faleminderit Giovanni, edhe për këtë sipërmarrje tënde, sepse ti nuk je thjesht nuk këtu, po je një vëlla në këtë shtëpi, që është Gzim Laçi, Sandri dhe gjithë familja Laçi. Por unë jam i lumtur që përparimi sot është rrethuar me kaq shumë dashuri nga miq dhe kolegë, veçanërisht nga ata që erdhën sot nga gjithë qytetet e Shqipërisë, dhe unë dua një mirënjohje në emër të familjes Laçi dhe gjithë të ftuarve për gjithë personalitetet e biznesit në Shqipëri, të cilët janë sot këtu. Ky e ka boftesën, më pëlqeu shumë teksti, nuk e di kujti me pe apo jo, e kishte bëj interesant tekstin. Edhe ai teksti këtij më ka bërë mua që të lez do punë sot dhe të vita respektoj Përparim Laçin, se i kam qenë në të mirë dhe të keq, dhe doja sot në këtë ditë shënuar të 60 vjetorit ti t'jem se zban, sepse i thash drejtorit, o drejtorit thash, pa si do ikësh ta ke emision? Emisioni bëhet prap nesër, Përparim Laçi nuk bëhet më 60 vjeç. Ndaj burnia thot do që me domësh, se ti ishte kështu e kishin marrë gjithë. Dhe jam i lumtur që të vi sot për këtë ditë, ti në fakt nuk kuptohesh sa vjeç je. Unë nuk ma me nëherë sa vjeç je, unë e di që ti je 20 gjithë jetën. E gëzosh 20 vjetorin të. Giovanni, ti je një njeri brillant, unë falenderoj dhe familjen tënde që janë këtu, një dorë në vitë për familjen Dusha, që janë gjithmonë pranë përparimit. Një dorë në vitë për nënën e 5 fëmijëve, dhe bashkëshorten e përparimit, zonja Manushaqe dhe familjen e saj, që kanë qenë prej 40 vjetësh miq në familjen Laçi. Faleminderit Manushaqe, një bashkëshorte nënë dhe gjyshe shëmbullore. Ne kemi vendosur që sot ta dërgojmë Përparim Laçin, sepse gjithë jeta e tij dhe rruga e tij ka qenë një frymëzim për paqen, një bashkim njerëzish dhe një jetë humane. Unë di shumë jetë të shpëtuara nga përparimi dhe djemtë e tij, të cilët kanë ngel në orteqe apo në momentet vështira të jetës. Dhe pikërisht përparimi dhe djemtë e tij, familja Laçi, kanë qenë shpëtimtare të shumë njerëzve dhe kanë mbajtur gjallë jetët e shumë njerëzve. Ndaj mirënjohje për çdo humanist që kemi, për familjen Laçi dhe për gjithë ju që jeni këtu, se dhe ju secili nga ju jeni humanist në këtë botë. Faleminderit. Unë kam ardhur sot bashkë me mikun tim të ngushtë që kam prej 40 vitesh, zotin Agron Hodi, i cili është operator i RTS-s. Unë do t'i lutem Agronit të ma bëj gati degorimin fillimisht, pastaj ato surpriza. Ne kemi vendosur që sot ta degorojmë zotin Përparim Laçi. Federata Shqiptare e Paqes Universale i jep çmimin e mirënjohjes zotit Përparim Abdullah Laçi me motivacionin për kontributin e çmuar dhe ndihmën e pakursyer të dhënë në gjithë jetën e tij në shërbim të paqes në Puk dhe në Veriun e Shqipërisë. I jepet me rastin e 60 vjetorit të lindjes dhe 40 vjetorit të martesës me zonjën e nderuar Manushaqe Laçi. Na e ftoj dhe Manushaqe nëse ka mundësi të vi këtu, sepse asnjëherë vetëm ne nuk mund të bëjmë gjëra të mira, duhet jemi gjithmonë me njerëz që kemi pranë, veçanërisht me njeriu në zemrën e tjetës, me nënën e fëmijëve, me gjyshën tashmë të nipër dhe mbesave, dhe të dy si bashku ja kanë dalë që jo vetëm të bëjnë fëmijë të mrekullueshëm, por të kenë këtë bujtinë hani i Përparim Laçit që tashmë është bërë i njohur kudo në Shqipëri. Ta gëzoni të dy. Për gjithë kontributin Përparim që ke dhënë për paqen, për humanizmin dhe për gjithë vlerat e tua njerëzore, personale, me bashkëshorten, me fëmijët dhe gjithë familjes Laçi. Faleminderit ty
Kjo është dekorat edhe për Gzim Laçi, është për Sandrin, është për motrat e tua, një dorë në vite për motrat e Paparim Laçit dhe për gjithë fisin tënd të nderuar. Teprim faleminderit, ishte kënaqësi për Federatën e Paqes Universale se teprimi është sot në krye të saj. Unë isha shumë i nderuar dhe i lumtur si isha për 2 mandate kryetari i Këshillit të Paqes Pukës dhe punova me këta njerëz që i dhanë paqes botës, i dhanë kulturës shqiptare, familjes, as shumë sa ne jemi shumë krenar me teprimin dhe gjithë ata që drejtojnë paqen universale në botë. Teprimi është një njeri që nuk duhet të flasë për te, po të falenderoj nga zemra, falenderoj Këshillin e Paqes, falenderoj sekretarin nga njun, që ti kënë në krah për këtë mirënjohje jashtëzakonisht të madhe. Unë kam marrë shumë mirënjohje në jetën time, mund të jem njeriu më me mirënjohje dhe diploma në Shqipëri, por se kjo është më e madhe se të gjitha. Së bashku me mikun tim Agronoti, që do të aftoj të adhuroj, me që kombëtare nuk ishte mirë ndeshjen e fundit me Ledonin, ne bisedua me trajnerin, na duhet një sulmues goli. Dhe o bëm gola kjo s'bë kush. Kemi marrë sulmuesin më të mirë për Parim Laçi me numrin 60, numrin që mbush sot. Ja po e xhiron dhe Kujtim Dervishi, shoqata e njohurja. Ta gëzosh për Parim, mund ta veshish. Ja, një dorë në vite për futbollistin. Për Parim Abdullah Laçi. Se babi ka qenë shumë të duhur për të mësuar me për të duhur për të punuar në përgjithësisht të babi të shumë. Bravo! Falenderoj gjithë. Andaj, Nardi, do t'jeni kanë ardhur ju? Gjysi? Ka emocione, mirë. Atëherë, qofshi kështu gjithmonë, unë ftoj kapitenin e skuadrës Laçi, zotin Gzim Laçi. Jam krenar për skuadrën që kam 3 vllazët e mi, edhe 3 motrat e mia, të cilët janë sigurisht më të mirë se sa unë, se të kanë marrë për përmirësuar në jetë të vetë. Ju falenderoj gjithë. Andaj Gzim, unë kam qenë dhe në momentet vështira të sa familje, natyrisht edhe lotët sot janë të sfikueshëm, sepse Gzimi ka humbur dikur bashkëshortën, ka humbur djalin, për Parimi ka humbur djalin, nuk ka qenë vështirë, nuk ka qenë lehtë jeta e tyre. Ka qenë vështirë, por kampionët dinë që mbi dhimbjen të ndërtojnë lumturinë. Ju falenderoj shumë. Takzoni, qofshi para njëri tjetrit gjithmonë. Dhe Lora, kjo të takon dhe ty, vajzë e madhe, i takon Nardit, ku është Nardi, i takon Gysit, janë fëmijë të mrekullueshëm që ja kanë zbarë faqen për Parim Laçin. A nuk e meritoj grua Kongike? Papi, a shumë për më njëri Pukës, Puka identifikuat me papi, kështu që një 60 vjetor, që për mu, a shumë. Papi në të dhe kishë në 20 vjeç, që jo dhe Puka të këtë gjana ma të bukra në tapën, kështu që njëherë falenderime shumë për ftesën, për familjen njëherë urinë të Patmira që ka realizu këtë ambjent ka ishtë bukur sot për 60 vjetorin e papit. Mi ti këtë me jetë. Edhe në Amerika të janë Michigan, që ne nuk kemi fshari që ata, iku vëmenja prej nesh, dedikacionit famës. Thoshin papi, për Parimi i Pukës squad. Kishe ju dhe të, thoshin papi një fezin dhe ne dhe Pukën e ka identifiku me aktivitetet e tia, që se ka fillu për te Lëvisk dhe si ashtë edhe me bujtinën edhe me aktivitetet tjera në fushën e sportit. Tartit e Sëllhane. Që që urimet më të mira jetë gjatë për ty për familje për këta. Falenderoj shumë edhe Niko Joni Pukës, një që vjetër të frimë. Falenderoj tona të mira për ju, gëzuar që pa e qenë dhe godë rrugë. Ftesa ka qenë shumë brillante për një konceptim shumë brillant të fëmijëve për Parimit 20 për ti dhe jemi në këtu sot për të uruar me gjithë zemër, jetë të gjatë shëndet, marsi, jo vetëm papit për gjithë familjes tij, por me gjitha për gjithçka që papi jep për komunitetin Pukan, për gjithçka që jep për Pukën me pasion dhe me energji të pashtershme vazhdimisht. Si në fushën turizmit, si në fushën promovimit, i kudo gjendur në mikpritje, dashamirësi për çdo lloj aktiviteti, shtëpia papit, kujtina e papit është e hapur për
Vetë për Bukjan, për Mishe, për Dashamir, për gjithë shokët ku të shikohet, misia ti i jashtëzakonshme, emri i tij gjendet kudo. Dhe është nder për ne që realisht jo vetëm si jemi sot këtu, por mbi gjitha për gjithçka që ne papi na promovon dhe ne jep ne si për Bukjan. Faleminderit Llorin me pat mirë, secili të jeni këtu prezant, papi ashtu pashim me gjitha virtyte, me gjitha këto energji pashë është kryer dhe shumë vite bashkë me familjen. Faleminderit të zotit Rasali. Edhe unë organizoj aktivitete. Kam organizuar datëlindje, kam ftuar miqtë e mi, shokët e mi. Po gjithë se bepe, kemi punë, kemi aktivitete, nuk e mbyllim dot lokalin. Sa u thash për përparim Laçin, gjithë në kom. Bravo! Nga të pari falenderoj gjithë të miqët e mi, që janë pjesëtarë të shoqatës më të rëndësishme për sa i përket turizmit shqiptar, me krye zotin Dot Doçi. Unë e kam cilësuar Dodën, domethënë që Doda është Kristofor Kolombi i Gjiri Laçit, se kur Gjiri Laçit nuk kishte kur gjë, domethënë ky bëri atë që sot krenohet Shqipëria me rezorin turistik. Nuk gjen vend Gjiri dhe Laçi. Është vërtet. Gjithë zotëritë, gjithë shokët e miqtë e mi që janë këtu, janë gjithë biznesmen suksesshëm turizmi shqiptar. Përparim Laçi jo pa qëllim është zgjedhur në kryetar e shoqatës i këtyre restorante për arsye se është kujtina e parë në Shqipëri, është porta hyrëse e veriut e mikpritjes. Unë gjej rastin ta falenderoj përparimin, t'ia uroj ditën përparimin, edhe i 100 të tjera. Zonjës përparimit, e cila vërtet i ka qenë zonja që e kam mbledh dhe kam mbajtë familjen, gjithë fëmijët përparimit, gjithë farefisit të tij. Përparimi është një emër i përveçshëm për sa i përket turizmit shqiptar. Edhe për neve është krenari që jemi pjesë e këtij aktiviteti sot këtu në këtë sofër. Bukjan. Spori po përshëndes përparim Laçin, vllajën e time. Vllajën që e kam zgjedhur vetë, që më ka bënë nëna, po që jam shumë i lumtur, që e kam jetën time, pjesë familjes time, edhe 100 vite të lumtura me shnetë të marsi, bashkë me bashkëshortën, modën time, më në shasën dhe me fëmijët u një nipat e mbesë. Respekt të marsi, edhe uroj me shpirë që ta hajreni sa më mirë dhe një përshëndetje disa për bashkëpunëtor dhe për miqtë tonë përballë të turizmit shqiptar që janë krenaria e Kobrit. Faleminderit. Unë jam bëj Hajmeri Zadrims, mik i shtëpisë Laçit, përpara kam joftë homologën të gëzimin, me bujësim tash ka kënë nere krenarin që kam joftë përparimin bashkë me këtë ansambët mrekullueshëm miqë e shoksh, jo vetëm në arritin e tyre në biznes, por në vlerën e tyre të tij njerëzore, që unë i kam provu edhe para 5 vitesh, ne 55 vitojnë, edhe shumë më shumë sot këtu në këtë takim mrekullueshëm. Në 5 vjetor, inshallah, ne bëna bashkë në alën Zoti me festuar 100 vjetorin, bashkë me ju gjithë bashkë në radhë parë me familjen Laçaj. Si gjithmonë, urimi i parë bëhet për Sebepqiun, për Zotin përparim, të gjithë jemi biznesmen, por përparimi nuk ka rrim asnjëri. Përparimi ka ngritur një biznes këtu, tek vendi i traditës, tek Puka, një ndër krahinat më me tradita të gjithë zonës veriut. Dhe një përfaqësues kryesor të kësaj zone kemi përparimin. Jemi shumë krenar që kemi mikë përparimin, ju uroj gjithmonë tasma e gëzimin familjet tuaja. Në qoftë se unë jam me fat në këtë shoqat, jam me fat që njoh përparim Laçin dhe Bukjanët në tërësi. Unë uroj familjes tuaj, Zoti përparim, jetë gjatë, të bukur, të mbushur me dashuri, lumturi, mirësi e çdo gjë tjetër që së bashku i bën të lumtur për vete, për ne dhe për gjithë ata që më njohin. Hajde tipa, zjarr. Hajde. Bravo çifti dushaj.
si ti kurra via. O Marin Mariana, il faccio come Nishana. Bravo! Haydi! Haydi ver hotir! Hima bene, hima bene, itfalla la cemene, itfalla la cemene, hima mi gozze stati, hima mi gozze stati, itfalla la sahati, itfalla la sahati, umo moshternigat, itibu mosh furbone, me canani nisha, me canani yam, yalan çuram. Boşum sin pomuma, hemos vapira kine, sehemos zulum, o piye karar, sehemos zarar, o piye karar, sehemos zarar. Hoppa, yaşa kuka, hadi pirana, ziyar, hadi ibra. Osman Aga, yala 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 yala, haydi maşallah, hadi bir ya, Osman, haydi fresco, Osman, haydi Timraku fresco, bir ya palas, haydi kardeşim, personelitetin de duvara, elve kare Osman Aga, İkyo dünya seni kame halim, Osman Aga, İkeme kare. Të ndëruar miq, e ndëruar familja Laçi, o bën video operatori i TV Pukës. Një dorë do vite për kameramanin të dy, edhe Beqon, edhe mikun tonë të TV Pukës. Të ndëruar miq, është një përshëndetje shumë e rëndësishme që vjen nga djali i Mariglenit, Marineli nga Anglia. Meriton një dorë do vite kjo, nipi i përparim Laçit dhe i Manushaqës. Gëzuar 60 vjetorin Bushi i dashur. Sot është një ditë e veçantë për ty dhe për të gjithë ne, që të kemi ty në zemër. Edhe pse Marineli është larg në Skoci dhe nuk mund të jetë pranë teje për këtë ditë, ai të dërgon gjithë dashurinë dhe përqafimet e tij. Të don shumë dhe mezi pret të vi të shoh nga afër. Urojmë që Zoti të të jap shëndet
jetë të gjatë dhe ditë të bukura me familjen. Le të jetë ky 6 vjetor një kujtim i bukur dhe një fillim i viteve të reja plot lumturi për ty. Urim për nanën, për zonjën Manushaqe. Edhe nanës i dërgojmë shumë përgjafime dhe shërim sa më të shpejt, sepse ka kaluar një problem shumë të rëndësishëm shëndetësor dhe Zoti e ka shpëtuar. E kam në mendje dhe në zemër çdo ditë nanën. Zoti e ndihmoft dhe i dhash forcë të kaloj këtë periudhë sa më lehtë. Nan, të duam shumë. Edhe 100 vite sa më të lumtura, e të keni jetë me shumë dashuri nga Marineli. Një mesazh shumë prekës ky, por shumë domethënës, falenderoj dhe familjen dhe bashkëshortën, ish bashkëshortën e të ndjerit, Maringlenit, nënën e Marinelit, që ka bërë pikërisht këtë mesazh kaq të ndjerë për papin, për parimin, kampionin dhe për zonjën Manushaqe, që ka gjyshe Marineli vogël. I përjetshëm emri Maringlenit, ana shes sot nga larë dhe kupton që edhe në munges, emri i tij është gjithmonë pranë nesh dhe shpirti i tij është me ne. Qoftë i përjetshëm, kujtimi i tij e pashim me jetë Marinelin dhe të jap fjalën se në dasmën e Marinelit do vim siç jemi këtu gjithë bashkë. Dakor? Me jetë të gjatë. Zua. Ja, qiri të ndezur për Marin Vlaçin në këtë ditëlindje të tij që do t'i fikë të gjithë, duke menduar dëshirat për jetën, për 60 vite që e presin. Kënaqësi që sot kemi dhe kryetarin e bashkisë tu, zotin Rok Doda, miku i për Marin Vlaçit, rujt Zoti, bashkë me në kryetarin zotin Ferit. Keni këta miq të nderuar, shokët më të ngushtë për parimin që i përshëndes. Gjithë një duar do vite për ju. Kemi shokët e tij, shoqatën e restoranteve. Kemi familje, kemi miq të familjes Laçi. Vëzhgim nota. Duar të fillë për Marin Laçi, rujt Zoti. Për Marin Laçi, rujt Zoti. Shumorime i dashur papi. Bravo Lili. Shumorime për ty. Edhe 100 vite lumtura me zemrën plot. Bravo, bravo, bravo. Zoti urujt. Zoti urujt familje Laçi. Dhe gjithë miqt e familjes Laçi që ishin sot këtu. Zoti u bekoft gjithëve. Për parim o bre tu rritin era, ti t'i gëzosh, po nishin pranë vera. Hale! Hajde! O na ken hiro, na ken eruje, kena ordo sonte me knuje. Hajde! Hadi gjithë valë të ta bëjmë më bukur. Hajde kave. Më shobi e kuqe, më shobi e vet, e mojnë dritare, sa të shobi një, i di mojnë dritare, sa të shobi një, i vaj, di gjo, do që ti më sej, si vjeni në rasante, i loti ti të taj, i vaj, do që ti më sej, si vjeni në rasante, i loti ti të taj.
Hajde me Tufana.